Të gjitha vendet e botës ku kanë shkelur, këta kanë bërë dhe në Shqipëri. Rama është produkti tyre, është produkti kësaj politike. Atje ka hëngrë makarona për herë të parë. Po pra, jo, nuk ka ngrënë makarona, ka ngrënë një lloj gjelle që kishin francezët e kishin mësuar në Afrikë, po që aty poshtë Urës, ë? Po pra, edhe modernizuar. Pa. Tani, rastet për të përmendur që Franca përdor këtë politikë thellësisht kriminale kundër vendeve të tjera, kundër vendeve më të dobta, janë të panumërta. Por që ky fakt përdoret edhe kundër një vendi të ashtu quajtur mik, kjo është me të vërtet në kufit e shmendurisë, apo skandali i vërtet që nuk është vetëm i Francës, e gjithë Europa është kështu. Domethënë Europa ndahet në ato vende që kanë qenë kolonizatore, si Franca, Spanja, Britania e Madhe, Belgjika, Hollanda e tjera, dhe që kanë pushtuar, kanë kolonizuar, kanë rrëmbyer, kanë sklavëruar, kanë vrarë, kanë përdhunuar dhe kanë grabitur deri në qindarkën e fundit të këtyre vendeve. E kuptoni? Tani, si themi neve, ujë ku qimen e ndëron, po zakonin se haron. Franca nuk e ka haruar kur zakonin. Dhe për ata që nuk e din, Madje ka më të theksuar, se është luftë e madhe. Pikërisht pra. Dhe fakti që Europa në vetvete ka një politikë kaq të padrejt, po e quajmë kështu me fjalë të vogla fare, midis vetë brenda Europës, vendeve brenda Europës. Domethënë ku Franca synon të hajë Shqipërinë, po Italia po të hajë Shqipërinë, apo diku Gjermania synon të hajë Hungarinë apo Poloninë e kështu me radhë. Domethënë kjo lloj politike po e gryen Europën nga brenda, por në fakt është vetë mënyra se si është ndërtuar Europa. Kupton? Europa fillimisht ka ruajtur institucione të pavarura, luftën për të drejtat e njeriut, barazi, zgjedhje të lira, më thash, por të gjitha janë farsa. Domethënë, Europa në vetvete është një mashtrim në terabajt. E kupton? Një mega mashtrim, sepse Europa që pretendon Jo, jepi, shki. Jepi se po bëjmë diçka të re se harrova. E pra, Europa që të futemi live edhe në TikTok, se ka edhe shumë njerëz që na ndjekin. Bravo. Ka shumë njerëz që na ndjekin në TikTok dhe i përshëndesim edhe ata. Atëherë, Europa që pretendon se ruan vlerat më të mira njerëzore dhe demokratike, në fakt është një mashtrim në terabajt. Në çdo institucion nuk ka me institucionet pavarur, ashtu si në Shqipëri nuk ekziston absolutisht asnjë institucion i pavarur, po gjithçka kontrollohet dhe me pretekstin se duhet të ruhemi nga armiku jashtëm i brendshëm, të gjitha këto prallat që dëgjoni edhe nga Edi Rama, që në vetvete nuk është se janë, domethënë nuk është se nuk duhet, por përdoren në raste krejtësisht pa justifikuara, me qëllimin e vetëm që ai që është në krye të vazhdojë të mbajë pushtetin dhe të tjerët që e kanë ndihmuar të mbeten të paprekur. Tani, i shpjegova të tëra këto për të kuptuar që Franca kohët e fundit ka humbur shumë territor, në kuptimin e mirëfillt fjalë. Domethënë, janë shkëputur 4-5 vende të Afrikës dhe tendenca për të shkëputur përfundimisht nga Franca është e përgjithshme. Mirë, po kjo vetëm një ndërhyrje të vogël, se mos mendoni se po humbim fokusin me këtë siç ka po thotë Engjë. Jo, do dalim pikërisht aty ku duhet. Aty ku jemi, ke dhimbja më e madhe që ka vite në Shqipëri dhe që është bërë akoma më e madhe. Dhe Franca ka, domethënë, politika e presidentëve francez ka qenë e tillë që ata të vazhdojnë të mbajnë pushtetin, ata kanë grabitur edhe pasuritë vendit të tyre. E kupton? Domethënë shpenzimet e shtetit e presidencës franceze janë maramendse. Me sa di unë janë mbi 1.3 miliardë euro. Vetëm presidenca. E kupton? Dhe në të tërë këtë lojë korruptive gjithsekush vazhdon të përdorin pushtetin për të akumuluar sa më shumë pasuri, sa më shumë pushtet dhe të mbetet i paprekshëm. Po si mund të mbeten të paprekshëm? Se në Francë ka gjithsesi institucione që lëvizin. Atëherë çfarë ndodh? Ka edhe frikën e madhe që presidenti, ndonjë 2 president kanë ikur në burg, siç është Nicolas Sarkozy. E kupton ti? Ky lloj shembulli i bën këta njerëz që të vazhdojnë të gjejnë forma, mjete, mënyra
dhe njerëz bashkëpunëtor në këtë lloj veprimtarie. Edi Rama është tipiku. Edi Rama është personi që brenda këtij vendi që ai e zotëron pothuajse plotësisht, nga pikpama institucionale, nga mënyra se si ai anashkalon ligjin e tjera, ai ka gjetur forma e mjete që të korruptojë ata, domethënë ose që t'ju japin atyre mundësi që të fshehin pasuritë e tyre këtu, apo nëpërmjet këtij vendi. Dakor? Tani le të lidhemi te ajo direktja. Edi Rama ka vajtur në Francë në drekën e datës 22. Po. Në darkën e datës 22, për herë të parë Dritan Goxhaj ka mbajtur fjalim atje para kryeministrisë dhe ka shpalosur programin e protestuesve. Që nuk e dim se ke përfaqësojnë këta njerëz. Nuk kanë adresë, kanë numër telefoni. Populli s'digje. Pra thua që populli. Pra... Jo, populli s'digje, populli është fjalë e madhe. Populli këtu për shembull mund të themi ne që janë 300.000, po unë të siguroj që asnjëri prej tyre nuk e di adresën e atyre që pretendojnë se janë grupi drejtues dhe grupi koordinator. Dakor? Domethënë, këta kanë krijuar një bërtham që në pikpamjen time nuk janë as pak të pavarur. Dhe dyshimi im është që Edi Rama, duke sulmuar Dritan Goxhajin, ka dy qëllime. Për ta ngritur. Një, për ta ngritur, dhe dy, edhe nëse nuk ngrihet dhe nuk arrin deri atje sa të hedhë poshtë pushtetin e Edi Ramës, gjithsesi të jetë më vonë bashkëpunëtor i tij. Njësoj siç është loja me Berishën. Tani, unë të them me siguri absolute që në këta lloj njerëzish që janë bërë organizator, që janë shfaqur më shumë e tjera, dhe që pretendojnë se janë koordinatorët apo ata prisit e liderët e së ardhmes, që do zhdukin gjas me këtë klasë politike, në fakt nuk janë vetë veglat të tyre. Pse e thua kështu? E them me fjalën. Po sikur dilte një person tjetër, se ti po ma lidhë që në dreku takua me Macronin në Paris thua ti? Prit se kam menu se s'kam mbaruar. Po shpjegoj që këtë pjesën e parë. Prit po bëj pjesën e parë. Unë i di me emra personat që janë bi të njerëzve që janë mashtrues, bashkëpunëtor të pushtetit, kanë marrë tendera, kanë marrë para i kanë transferuar jashtë shtetit, janë marrë me lloj-lloj trafiqesh dhe sot bitë e tyre janë shkolluar në shkollat më të mira, me para plot, janë kthyer këtu, kanë mundësi të paguajnë edhe për të bërë njerëz me vete. Dhe këta lloj njerëzish do të na vinë ta marrin prapë pushtetin. Që ndryshoj absolutisht asgjë, bile përkundrazi. Do të tregoj një përradhull nga e kaluara. Ishte njeri kryetar komiteti, edhe po bëshim mbledhje dhe thanë do ta heqim dhe. Po pse do ta heqim? Po ta heqim se ka vjedhur, ka abuzuar, ka futur në punë gjithë soje, sorollope, më the tash, bollme tani se ta heqim, ta shporim dhe. Unë ngrit kjo dhe tha, ore tha, mirë tha, më hoqet mua tha. Unë tha, pas kanë vjedhur, tha, do më thënë i kanë vend ca para tha. Po edhe njerëz dhe mi kam rregulluar tha. E të tjera tha. Tani unë i mbarova hallet e mia tha. Ju doni tha që të vi një tjetër, të vjen nga e para dhe juve t'ju grabisin prapë nga e para? Do të thënë Engjëll ti që ke bërë me Ramën pra. Jo. Qa flet ti? Ti do mos ikë Rama. Jo, pritër ti çun. Që ti ike që një sekond më parë të kishte ikur. Dalet. Unë e kam kallëzuar ti çun. Po pra, në rregull jeti, po edhe unë po i shpjegoj. Tani, jo vetëm ti ike të shporet, po të shporet e gjithë kjo racë. Se shumë thonë edhe mu, kur shfaq në e problem për shembull, më thonë, ti e ai, ti e që shet, ti e që blen, ti e që flet këj, do me kryu për qarje. Njerëzit duhet, njerëzit duhet të mësojnë që para se ti... Një problem të madh që po ndodh atje. Jo, prit ajo e gjë parë, po njerëzit duhet të mësojnë që para se të japin një mendim, se çfarë po thotë Engjëlli tani, është me Ramën, është me Berishën, është me Altinin, apo është me Dreqin, prit, mbaro dëgjoj deri në fund çka ka për thënë Engjëlli. Pastaj mendon ti çfarë duash. Jepi dorën një, takoje dëgjoje. Po pra, takoje në mendim, e dyta, këshilla e dytë dhe më kryesorja, shqiptar, të nderuar shqiptar, mësoni me idhërimin e së vërtetës. E vërteta nesër ju del ëmbëlsirë, ju del mjalt, ajo që është e idhur sot. Po mësoni me te, dëgjoni deri në fund. Pastaj reflektoni, mblisni prova, mblisni fakte, edhe thoni, jemi këtej,